Nga gropat të mëdha që përpinin gomat e makinave, deri tek thesa gjarpëruse që ishin kthyer në rrezik për jetën e njerëzve, tashmë rruga Komanit për herë të parë po shen një shtresë asfaltike. Një investim i qeverisë shqiptare në këto 31 kilometra të kësaj rruge po jep fund degradimit dhe harresës mbi 40 vjeçare, duke krijuar mundësi të reja për këtë zonë turistike ekonomike që ka potenciale të shumta. Zbatimi i këtij projekti ka nisur nga fshati Koman në drejtim të Karmës, ku deri më tani janë shtruar 8 kilometrat e parë të rrugës. Aktualisht po punohet për zgjerimin e këtij segmenti dhe krijimin e murit mbajtës të rrugës. Banorët e zonës vlerësojnë ecurinë e punimeve dhe shprehen se ky investim është një ëndër e bërë realitet për këtë zonë. Rruga të dalë shumë e mirë, është një fitore për ne, një ëndër shumë pritun. S'di që me të thonë më tepër për ta. Ishte një ëndër që jena të prit tash sa vite. Falenderojmë qeverinë, punëtorë që janë të punu, jashtë një diçka mrekullueshme. Për turizmin, për ne banorët, për tonë kush vjen e viziton zonën. Kja është kryevepër. Kaq e mirë është. Kaq është, vetëm është për mu, mangu sa është vonë për mu. Do të me kenë majri i herë për me gëzu këtë vënë. Ka shaq gjëma mirë. Si sa ban kur, edhe sa është pritë se bahet. Falenderoj, respekt e tëna ati si ka dhanë urdhën edhe mu bo kje rrugë. Rruga duket shumë mirë. I lumë të zoti gratë, punime shkëlqyshme. Me gjitha anët. Si me murë majca, si me murë ramrojtje si për rrugët, me të tëra ka njësë shumë marë, shumë mirë. Ka njësë asfaltin në Koman, më kanë thonë se kanë po alo, me i fjallë dora parë, shumë e mirë. Trashësi e regullt e mirë. I lumë shumë kratë, aty nëse punojnë, nëse drejtojnë këtë punë. A menoni se ka më kanë gjëra mira për turizëm? Zma të fjallë që po, e ditë e punë turizëm, e ditë se të tonë pluhën e kiamet, rruga 7%, edhe kënë tonë gropa për para, të është marë shkëlqyshëm, del të manë zonë si javlen kjo investim. Rruga prishme në kanë avujnë prej vitësh, të 30 vjetë pakën kanë fillu gropat, hare mush 23 gropa më asfalt i ke lene, jepu si u bon rruga për rruga, i tesh është për të aman të u bon për sikur e vënë të koha e populli. Ndër vite, ky segment rrugor është kthyer në shqetësim për këto zona, ku ka marrë edhe shumë jetë njerëzish. Pas shumë dekadash, është ndezur një dritë jeshile për këta banor dhe pritet që shtrimi i rrugës të ndikojë në ekonomitë e tyre, si dhe të kthehet në një destinacion dinjetos turistik. Rruga, përveç se lidh 2 hidrocentralet e kaskadës së Drinit, shërben edhe për të mbërritur në lumin e Shalës dhe Valbon për ata që udhtojnë me traget.